Atëherë, të nderuar shikues, në këtë pjesë do të ndalemi tek rënjët tona, do të flasim për jetën në Bjeshkë dhe traditën e Stanit, një mënyrë jetese që përbreza të tërë ka formsuar identitetin tonë kulturor. Do të flasim për filmin etnografik, filmin dokumentar etnografik, Stina e Stanit, edhe kemi ftuar në studio çlirimtare Januzaj, që është antropologe, edhe Urteze Neli, që është regjisore antropologe. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët në studion e programit Mëngjesit. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, faleminderit që keni ardhur. Faleminderit shumë për ftesën. Edhe që keni ardhur me na kthy në vëmendje edhe njerëz Stanit, se në fakt kjo është kohë. Tash edhe pak nis koha e Stanit, apo. Kështu që edhe bëhen të njohura, të popularizuara, po regioni i Dugagjinit i njeh shumë më shumë. Kjo pjesa tjetër e Rrafshit të Kosovës, po nuk e di, po besoj shumë më pak ka kontakte me Stanin. Po ju jeni edhe asoj zona, kështu që e keni pas të afërt edhe historinë, edhe idenë, edhe krejt çfarë ndodh edhe funksionin edhe rolin e Stanit. Pse e bëte para? Atëherë po unë vi për Isniqet, edhe rasti studimit dhe filmive që ku bo është në Isniq të Deçanit, do të thonë Rrafsh Dugagjinit. Atëherë fillimisht si studiuse e re në vitin 2021, ashtu pata me diplomu, edhe si tim të bachelorit ashtu veç vendosa me marrë me studiu jetën Bjeshk, një mënyrë jetese që për mu ish veç familjare, ish e njohën, e desha ashtu e kom përjetu vetë. Mandej, kështu e kom pas kështë sfiduse, edhe kom sfidu vetën faktikisht, se qysh është me studiu diçka në vendin tënë, edhe qysh është me studiu një mënyrë jetese që ti veç e nje, do më thonë që është familjare. E ke jetume? Po, definitivisht, edhe qysh me rujt objektivitetin brenda një rasti studimit. Edhe mandej, ashtu veç tema u bo shumë e mirë, shkova ashtu me nivel edhe veç e studiova, si hulumtuse, si antropologe, jo si njëri lokal që veç e ka përjetu që atjet. Qysh e bo në që distancën? Ka qenë shumë e vështirë faktikisht, edhe jo mësu, që ajo periudë më patë mësu, kështu qysh me u trajnu si antropologe e re. Edhe mandej veç tema dule mirë, edhe pat edhe mandej e bona dhe një konferencë shkencore kështu jashtë shtetit, edhe bona një artikull shkencor, edhe u bo ashtu kogja e madhe dhe globalisht, se ke shumë interesant ashtu me dokumentu një mënyrë jetese që nuk është dokumentu ma herët me një në formatet e tilla. Mandej ashtu edhe i kom elaboru tematikën e pastoralizmit transhuman, do me thonë lëvizjen sezonale të baktive në Bjeshk, edhe mandej në këtë vit, do me thonë vitin e kaluar, veç Urtesa ma boni ftesën ashtu me boni film. Kjo ashtu ma shumë ka antropologjia vizuele, edhe veç e ka vizualizu ashtu këtë temën, këtë artikullin që e ka lexu. Edhe kështu vendosim. Unë në qatë moment, do më thonë, kur e kumë lexu temën e... A e paramenove Bjeshkën? Me njëherë e paramenova të më ardhen vizionet edhe më dok shumë interesant. Mirë po njëherë momentet e para, ashtu veç e kumë lexu edhe nuk është që e kumë mendu kështë në ma thellë me bo një farë plani, së që shkë shumë mujtë me realizu një film, mirë po fatmirësisht në ardhe dhe rasti me apliku në programin e Heritage Space ose hapsina e trashëgimis në kuadrë të trashëgimia kulturore pa kufi, ku edhe madje aty kemi apliku edhe në fillim të vitit kaluar e kemi marrë lajmin pozitiv edhe shumë shpejt tani kena filluar edhe me fazat e para të projektit, të implementimit të projektit. Qëllimtarja veç që pas ka të njohur këtë jetesën në Bjeshke dhe Stanin përgjithësi, po për ty qysh ke Urtez? Këtë kjo eksperiencë, derisa e ke vendosur në një film dokumentar? Po, për mu ka qenë komplet ndryshe, do më thonë, nuk jam kanë as pak e njoftën me këtë jetë. Unë jam blindë dhe jam rritë në Prishtinë, kështu që nuk është që kumë pas një urima për para. Vesh panorama e ke po? As panorama, bire. Do me thonë, unë të kure kumë lexu temën e qëtërimtarës, atëherë jam njoftu se aty realisht ka një jetë komplet tjetër që ta ndodhë kjo lëvizja nomadike edhe vendosën ato gjatë krejt sezonës së verës edhe jetojnë ato bashkë me bakti edhe që i kanë ato rregullat e tyne të pashkrume që i përcaktojnë shumë rregulla shoqërore dhe kulturore në atë hapësinë edhe më ka dukë shumë interesant. Çfarë është më interesant se po du më ndalë ky aspekt Urtez, domethënë një fëmijë asfaltit që shkon në Stan. Si në Bjeshkën e Stanit ku thjesht duket që je kthy mrapa,
Se më thonë, po je në një dimension komplet tjetër, se ato pamje që i pash, adin si lakmova me qenë atje, sa bukur duke. Po, ka qenë te për bukur normalisht, po i ka pas edhe ato vështirësitë e veta. Po, se duhet me u përshtat. Ka qenë shumë largë, edhe duhet me u thu këgja shumë, edhe sidomos për realizimin e filmit ka qenë këgja, kemi pas këgja shumë sfida, për shembull nuk duhet me marrë këgja shumë bateria të kamerave, se atje nuk ka srrym, nuk ka, domethënë, u kanë probleme. Koha ka ndaluar je. Komplet, por domethënë ritmi ka qenë komplet ndryshe, u duhet më qu shumë herët mëngjes bashkë me diellin, edhe në rame flajt bashkë me perëndimin. Bashkë me perëndimin. Edhe çka u ka për mua mas interesante dhe çka më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë është kjo bashkëjetesa që kanë pas njerëzit me baktinë edhe me natyrën ato përreth. Domethënë që aty e pash sa shumë edhe na ndoshta qoftë prej qyteteve ose edhe ndoshta gjeneratat pak më të reja, po sidomos që vijmë prej qyteteve, duket sikur jemi distancu këgja shumë prej natyrës, jemi shkput prej asaj bashkëjetese, kështu që kur shkova atje veç mu hap domethënë një diapazon i ri ashtu dhe me pasë sa e bukur është kjo jetë dhe me krejt ato vështirësitë e veta, normal pa romanticizu, kështu që ka qenë shumë interesant. Ka marrë kohë realizimi i filmit? Sa kohë është dashur me qëndru atje, edhe na përshkruaj kështu një ditë të rëndomt? Po, fillimisht domethënë kemi pas fazën e parë të hulumtimit, që ka fillu dikon ka shkurti marsi nëse s'gaboj, deri në maj, pastaj prej majit ka fillu faza e prodhimit, ku kemi shku në atje dhe kemi përcjell këtë tradit edhe spari kemi marrë intervista prej banorëve të ndryshëm. Mandej kemi vendosur me shku dhe prej qershorit e tutje, kemi shku atje në Bjeshkë dhe e kemi ngjizu. Jo çdo vikend, po gati çdo vikend gjatë krejt verës jemi mundu domethënë me shku atje. Me pasqyru jetën që ato që ndodh atje. Me dokumentu. Edhe pse dita atje s'ka rëndësi, është ashtu në diel, Se ashtu në diel. A e diel e hone. Se puna është e njëjtë, po. Për ju e po për ata atje s'ka rëndësi. Hup sensi kohës, Definitivisht. Po, e kali një formë tjetër kështu të matjes të kohës, nuk e kanë si në kështu në rrafsh. Megjithse ata është shumë interesant që kjo pjesa se ata i kanë kështu dy jeta paralele, kanë një jetë në Rrafsh edhe një jetë në Bjeshk, domethënë të njëjtit njerëz kanë edhe një shtëpi, kanë një jetë për 6 muaj të tjerë në Rrafsh, nga afër qytetit ashtu, po mandej ashtu që kjo mbajtja e traditës i ka bërë që me vazhdu, edhe dalin ashtu. Është shumë interesant edhe ka qenë interesant me observu që paralelizmin një jetë e dy fesh kështu për komunitetin, se qysh kanë arrit me ndërtu dhe me kriju me qindra vjetë dhe hala ekziston kështu në vitin 2025-2026 dhe është proces. E keni përcjellë veç një familje qërimtuare? Atëherë fillimisht i bazu në hulumtimin që veç ka ekzistu për meje, po mandej edhe kemi bo një ekstra hulumtim për filmin, ku kemi përdorur metodologjitë antropologjike, studiuse, ku i kemi arrit me marrë shumë intervista, me mbledh materiale dhe me pasë çka u dokumentu deri çatëherë, po ashtu edhe kemi marrë shumë kështu hulumtime edhe globale dhe jemi mundu me përmbledh praktikën në mënyrë teorike një herë, mandej ka qenë shumë e vështirë me vendosë çka me observu dhe çka me prezantu në film vizualisht. Kemi pas shumë problem, kështu kemi marrë refuzime, nuk kanë dashur njerëz me nda jetën e tyre intime që e kanë në Bjeshk, po mandej vendosëm edhe patëm më të lirë me axhën tem, ku axha jam është me të njohshëm shkon kjo. Ka qenë shumë lehtë një çast, ndoshta edhe pak i ka ardhur keq kështu edhe në studiuset e treja që më na thonë po. E di që u konë edhe sfiduse për ta, se është shumë e vështirë me ndoshta kur shkon edhe i studion kështu vetë, ndoshta me një letër ose me një field recorder është shumë e lehtë, po me qenë edhe një kamerë ekstra, kështu me qenë edhe 2 palë sy tjerë, ka qenë jashtëzakonisht, e di që ka qenë jashtëzakonisht sfiduse për ta. Kështu që po kemi ndjek një familje, familjen e Axhës. Jetën që e bojnë ata në 24 orë. Jo vërtet Amelita kanë fëmijë ajo familja dhe ai marrin me vete, I kanë fëmijë tash të mëdha, janë plus 20, po ata po mendoj fëmijët e Axhës kanë dalë pse kanë qenë shumë të vogël. Edhe kur kanë qenë të vogël kanë shkuar atje, po. Po. Janë kënaqur në Bjeshk. Po, kanë blerë për Donica, kanë pas komplet një jetë tjetër kështu. Jo, se po duam të ndonte që po pyet Flanca, që lirimtare. Ç'a ndodh në Bjeshk?
për shkak gjatë kohës së stanit, se nis, sa janë 5 muaj, 6 muaj në stan, se thonë tash veç kanë nisme, janë gjithë nalt apo. Po, në fakt kalar gjithë është borxh. Është borxh, ka marrë pak stof. E për me mojën, po që ta thash po. Po atëherë është edhe vetë praktika pastoralizmit transshumant është komplekse, se ndodhin shumë gjana të njëjtën kohë. Për shembull, edhe na kur kemi bërë filmin, kemi kap gjanat ndoshta të limitume se kamerat limiton, nuk mundesh me kap çdo intimitet tjetër syne. Po çka ndodh ose çka ndodh zakonisht në Bjeshk është një jetë këtë ndryshe prej rrafshit. Ashtu nuk është e thjesht hiç, është shumë komplekse. Telefonat e punojnë? Ka hapësina ku ka internet, po nuk kemi çka me mush telefonin, se është hapësina, po mendoj kështu është baterinë shumë. Po dhe më njëherë atë harxhohet bateria, nuk ka elektricitet, nuk ka internet. Është gjithçka kështu me një mënyrë tjetër, nuk është e modernizuar, nuk është teknologjike. Stani është i thjeshtë, shumë i thjeshtë. Është shumë i thjeshtë, po është i drunit, atëherë në bazë të çtyre rregullave që i kanë vendosur vetë komuniteti dhe që i kanë ruajt për shumë vjet, me qindra vjet, atëherë i kanë do rregullat vendosura që Çfarë rregulla janë ato? Atëherë janë rregullat pashkruar që këta i kanë vendosur vetë që me ruajt Bjeshkën. Edhe ashtu në bazë të observimit. Mos e pas ndërtime të vrazhta po. Mos e pas shumë beton aty, po, e kanë çit konceptin që Bjeshka ju jep të mira, se kanë edhe si ekonomi familjare, kanë i qojnë pak ti, domethënë atje për djathë, se këto e kanë për bërënica e krejt, mandej e kanë qëta që mja këthy Bjeshkës me të mira, e ruajnë, edhe nuk bojnë ndërtimet vrazhda, nuk lejohen, nëse veç dikush janë njës ashtu me beton, me njëherë mbledhet komuniteti dhe nuk i lejojnë, edhe kështu e kanë një sistem regulativ të vetin, që ju ka funksionu dhe ju funksionon hala. Me gjithë se edhe këtë vete kemi vrejt kështë ndryshimin e gjeneratave, normalisht që nuk e preferojnë atjet, nuk e preferojnë as praktikën, po edhe relacioni me gjeneratave të vjetra dhe treja tu përshtat me njëri tjetrin ka qenë shumë interesant me observu. Për shembull, për herë të parë në Bjeshk kom pas Starlink Wi-Fi për mja bo fëmijëve, për shembull ka pas ashtu fëmijë që kanë luajtur ditën, që si kanë pas, po mendoj nuk kanë pas rrjet, nuk kanë pas nuk kanë pas telefon, apo ka pas edhe asi fëmijë që kanë ndajnë telefon të ditën. Domethënë, atë janë tu kriju kështu kushtet për menajetin e Bjeshkës. Është një benefit. Tradicionale me moderne në është e pamundur, pa u kombinu pak. Edhe turistët janë tu shtu shumë, sidomos këta që bojnë hiking. Edhe unë disha me thonë që këto stanat i kom pa vetëm në këto ekspeditat me hiking. Po se kom di që s'kanë rrymë, se kom dit. Po tash prej tyne, tash po ja ka nis ka pak me ndryshu edhe askorrim se s'ka deportu atje, apo refuzojnë, si me thonë, duan kështu me jetu? Refuzojnë, nuk dojnë, që me thonë, mundohen me ju largu sa ma shumë gjërave që munden me prish Bjeshkën. Normalisht që ka munden me që elektricitetin, ose me agregata, ose këto që ka generator, ka da si ose ta shëllën me këto solare. Solare ka po ashtu, po e preferojnë kështu me majtë sa ma thjesht. Po ashtu dhe të që kjo pjesa e turistave që përmend Urtesa është interesant se çka kemi vrejt. Për shembull, është bode që këtë trendi që me shku në Bjeshk edhe me bo një trail kështu me ecë, po veç nuk kanë kontakt me komunitetin lokal shumë. Për shembull, kemi taku turista që veç nuk e kanë ditë që ekziston një jetë e tillë edhe një praktikë e tillë në qatë Bjeshku ata kanë qenë. Këto mendoj që edhe turistat pak nuk eksplorojnë fort, po edhe është e komunitetit që ata veç vendosin që me qenë sa ma të padukshëm se e kanë nuk dojnë me leju dikot jashtëm me ardhe dhe mja o prish ashtu praktike. Qëka tjetër përveç kësaj, përveç internetit, si trajton filmi këtë marrëdhënien mes traditës edhe modernitetit, në një aspekt pak ma të thellë? Mes modernitetit, na ma shumë jemi fokusu këtë pjesën e përcjelljes së praktikës specifikisht, edhe mandej përveç kësaj na kemi bërë një qasje 3 faktikisht, ku edhe na dyja jena të përfshime në film. Dhe me thonë, zakonisht, sidomos na e antropolog ose studius tjetër që e bën një hulumtim të tillë dhe bën një film etnografik, zakonisht më shefën, mrapa kamerës, edhe e kanë këtë pretendimin që po e dokumentojmë diçka në mënyrë shumë reale, shumë objektive, mirë po na përkundrazi, për shkak që edhe kemi pas që to dy perspektiva të ndryshme, kjo duke qenë prej Isniqit edhe unë prej qytetit, kemi pas komplet
përvoja të ndryshme dhe qasje të ndryshme që na i kemi po qatë hapsinë dhe atë praktik, kështu që edhe kjo dilemë ka qenë diçka që e ka ushqy që qasje të re dhe për neve ka qenë shumë interesante dhe në mënyrë paralele me qatë përcjellit të praktikës edhe na i kemi vendos vetën edhe me parashtru që qasje të re se qysh a ndikojnë edhe antropologat ose dikush që vjen me një kamerë dhe qysh ndikon në qatë jetë private. Kështu që kjo ka qenë diçka një qasje pak ma ndryshe që po shpresoj edhe njerëz kanë me vlerësu. Është një farë, si më urtesë, një farë shoku kulturor për diko që thoj za e përjeton Bjeshkën. Nëse nuk është ndryshe është realisht me shku, po dhe ndryshe është me shku për një ditë, një weekend maksimum, po nëse shkon ti pak ma gjatë, ma ndaj për një me, është një farë shoku, kështu tamam kulturor. Po, definitivisht, unë do më thonë nuk më ditë kur gjë për atë jetë, nuk më ditë... A adaptohesh shpejt? A skeqare, po? Skeqare. Ski alternativa? Jo që skeqare, po dhe për një me, unë të paktën për veti personalisht e kom përjetu një lloj pastrime, kështu dhe mentale dhe shpirtnore. Po me u kthit e vetja, një mënyrë shumë e mirë. Definitivisht, se sinqerisht ditëve të sodit të bë kogja dinamike kjo jeta, qoftë me punë, qoftë sociale, edhe kur kom shku atje veç komplet do me thonë jam shkput prej botës teme të përditshme, edhe komplet kom përjetu diçka të re edhe ka qenë do me thonë shumë detoxing ashtu diçka që jam pastru për mbrenda, kështu që ka qenë diçka shumë e mirë. Po, do është edhe me shtu të qaset që i përmendi urtesa në film, për të vetë që kemi dash me dokumentu një mënyrë të jetesës, që vetë që ekziston, që për njerëz nuk është shumë e njohur, kemi dash po ashtu edhe me dhënë një lloj kontributi në spektrin antropologjik, për shkak të qasjeve të ndryshme që i kemi përdorur brenda në film, tu e shti ashtu veten. Ka qenë shumë interesante dhe vlen me përmend që kemi pas shumë material, kemi pas 52 orë material, kemi pas qasje shumë të ndryshme, nuk deshëm me tregu narracionin përmes Agjes tem, që është karakteri kryesor, a me tregu na. Kështu që kemi arrit me gjetë një balans që me tregu edhe përmes vizualeve, do me thonë që shihet praktika, edhe përmes Agjes tem, po edhe përmes mie dhe urtesës. Kështu që filmi është 20 minuta dhe kemi arrit që në qatë hapsin, kështu mi shti keq çdo qasje, gjatë që e bën edhe ma diverse edhe ma të bukur, po mendoj. Kështu kemi arrit me Dhe me thonë, krejta i material me u përshi vetëm 20 minuta, vëmendja qenë ka 100% aty. Po, edhe ka qenë shumë e shtirë, të më thonë, me pas 40-50 orë material është shumë problematike. Ka qenë kogja një sfidë e madhe. Kemi pas versione ndryshme, një orë e gjithë, tani 40 minuta, dal ka dole, do më thonë, dikur të ka pas dhe pamje intermezzo, atë kujtojnë ato pamje të bukura. Intermezzo si kështu pauzash. E këto qenë kanë tipike pamje për me i knaqë syta. Po, nesër do më thonë është premjera në orën 7 në Kino Armat. Edhe pse është ceremonia e fundit, kështu e shfaqja është, si pas me është ceremonia e fundit e këtejt procesit, po definitivisht që procesi ka qenë shumë i knaqëm, edhe jemi shumë knaqëna me produktin final, kështu, edhe përveç që dojmë ja u prezentu edhe Kosovës, po edhe botës se çka ka kështu, çka ndodh në qato Bjeshk, na kemi dashur dhe dojmë shumë që me tregu edhe anën subjektive tonën se qysh ndjehemi na për krejt procesin, se procesi ka pas mendoj rëndësi shumë ma shumë se sa produkti final, se në fund të e bën një produkt final, po procesi ka qenë mendoj ma i rëndësishme. Dhe që ato e mundu në faktikisht edhe në film me elaboru, edhe... Interesant. është e hapur, po mendoj, për pjesëmarrësit, kur do që ka dëshirë marrë me pa? Kështu e kemi promovu dhe në jetës sociale, edhe po i ftojmë gjithë nesër për Shëngjergj me ardhë në Kino Armat. Tamam, me pas që Nesër 6. Që që keni ambicit me filmin? Ditën Shëngjergj, me andej natën, me pa një film. Me pa filmin. Jo, po thema, e keni paramenu, po e keni planifiku me dërgu dhe në për festivalin, në për vende ndryshme, që me u pa kjo kulturë, kjo traditë, sepse garant ka me ju duke interesant. Po, definitivisht. Të më thonë, në momentin që e kemi përfundu filmin, me njerë kemi bo hullumtime se si me prezentu me dërgu, po. Kështu që ka qenë një proces tjetër
që na ka dalë mas përfundimet, edhe dikon nëse s'gaboj në 60 festivale kemi apliku, tash jemi hala në pritje, është hala herët, po mirë po shpresoj se shpejti kemi me marrë edhe... Fakti kemi marrë kështu një përgjigje pozitive, për një festivalit në Itali, e i plesim tash këto në mujtë në vijem se kush përna këtem përgjigje për me shfaq për një festival. Interesant. Faleminderit shumë që keni gjetë kohë me ardhe dhe me prezentu këtë projekt kaq të veçantë programin e mëngjesit, edhe po shpresoj që nesër keni me kalu mirë në prezentimin përpara publikut, edhe suksese në çfarëdo festivali që merrni pjesë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Që na keni po kurështor me shku në stand, me gjetë një koqera. Unë me një ka forme e kom përjetu, po jo bashkë me këto regula që i ka komunitetit të cilin e kanë prezentu qërimtarja dhe urtesa. Me shku në shta... Të dajtë e mi, që si jetese është ka qenë për para. Me thonë jeta ka qenë si mbjeshk, me umarë me bakti, me të mbjelluna. Ama kjo është ma ndryshe, se kjo është sezonale. Shkput është komplet, ta i kam baktiti, po i mojnë ma poshtë. Në këto, gjatë verës, në gjiten lartë në bjeshkë dhe jetojnë, po thuj se shumë vite më mbrapa, kthehen shumë vite mbrapa. Edhe kjo, nashta nuk dhja më me qujë stereotip, po shumë lidhet me të kalumen, me shumë është e vjetër, është diçka që, faktikisht është proces vazhdues që ekziston sot. Shumë mirë që ruhet, po. Se dhe shumë e pyet, po, s'po kemi kohë, a ka se rreziku me u ndërprej si tradit, shka të gjenerata të reja që kanë tendenca sidomos për sa bjeshtë na më janë hije kështu si park kombëtar, normalisht rrezikohen, kështu që mos me vazhdu tradita, po banorët janë të gjetë mënyra alternative, siç është mirë për shtat, për faktin që janë bjeshk janë tash janë pjesë e parkit kombëtar, po ashtu janë 5 bjeshk, janë territor shumë i madh, edhe këta besojnë, kështu kur çka nëse çdo këtë tradita vështojnë që kemi me luftu kështu çdo sistem mundshëm që na fuqishëm për me. Edhe kjo kishte qenë shumë interesante. Mirë, kemi mirëftuar një herë tjetër, po besoj mas fitimeve të çmimeve nëpër festivale, kështu që edhe flasim që edhe mandej me fazat e agrona na kanë dhënë këmbën e mbarë. Edhe që qëllime kemi na. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit. Se s'kemi kohë për reklamë. Po shkojmë te lajmet më një herë.